Invalidët para dhe tetraplegjik kanë dalë sërish në protest. Këtë herë ata janë mbledhur para ndërtesës së kryeministrisë ku kanë qëndruar për disa orë. Invalidët akuzojnë qeverinë se nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të plotësuar kërkesat e tyre, ndërkohë që hedhin poshtë deklarimet e Ministrisë së Punës, sipas të cilës kësaj kategorie po i jepet prioritet. Antarja e shoqatës së para dhe tetraplegjikëve të Shqipërisë, Lulieta Koçi, deklarojnë se kërkojnë zgjidhje të problemit të strehimit, rritje të paketës së kujdestarisë dhe pagesës higjieno-sanitare. Rimbursimi i paketës ushqimore, përderisa ushqimet janë rritur, të rimbursohet dhe paketa ushqimore e ne personat pa arsit kufizuar. Aftësia jonë është 90.000 lekë. Një person me arsit kufizuar nuk i mjafton kjo pagesë për të përballuar jetesën e përditshme. Një person me arsit kufizuar para tetraplegjik, në qoftë se i ka të 4 gjymtyrët e dëmtuar, ka nevojë për 2 kujdestar. Kështu që këto ligje të shënuar në status të paraplegjikut të rishikohen në parlament, kryeministri t'i shikoj pak më vëmendje, është bërë punë për ne, po të bëhet edhe më mjaftueshëm që ne t'jemi ta ndjejmë veten jo të diskriminuar, jo të veçuar, po të barabartë, ndër të barabartë në shoqëri. Dhjetra invalidë mblodhen ditën e hënë përpara Ministrisë së Punës për të kërkuar përmirësimin e kushteve të jetesës. Kërkesat e tyre po rritje të përfitimit të aftësisë së kufizuar, rritje të pagesës higjieno-sanitare në masën 30.000 lekë në muaj, kanë rënë në vesh të shurdhër. Invalidët deklarojnë se do të përshkallëzojnë protestën dhe kërcënojnë qeverinë se do të hyjnë në grevë urie nëse kërkesat e tyre nuk miratohen.